Në studio sonte të ftuar kemi Dashmir Jusufin, përfaqësues i Këshillit për ndërtimin e shkollës në fshatin Nerov të Krushevës. Njëkohësisht ju jeni edhe prindëri dy nxënësve, nëse nuk gaboj, që mësojnë në këtë shkollë. Mirë se erdhët në Alsat. Mirë se ju gjeta, faleminderit në ftesë. Zoti Jusufi, pse vendosët të ndërtoni objekt të ri të shkollës fillore në fshatin tuaj në Nerov? Parimisht që të vim të gjeneza e ndërtimit e nevojës për një objekt të ri shkollor, ne mund të flasim se shkolla e vjetër që e kemi aktualisht në fshat nuk i plotëson kushtet as minimale që nxënësit aty të ndjekin procesin mësimor. Pra ju thoni se nuk i plotëson kushtet as minimale. Në çfarë gjendje është më konkretisht, a mund të na thoni? Dhe ndërkohë ne po i shohim edhe pamjet në ekrane. Nëse flasim për objektin e vjetër shkollor, ai është ndërtuar në vitin 1950, ka filluar me ndërtim, mund paramendoni para sa vitesh, me iniciativë të vetë banorëve të fshatit, dhe ai objekt është i ndërtuar vetëm prej guri dhe prej balte, nuk ka asnjë gram beton ose ekur. Do me thënë, përveç që është objekt shumë i vjetër. A është investuar ndonjëherë aty që nga viti 1950? Prej vitit 1950 si është bë një investim për para një 30 vitesh, pjesa e jashtme, si që shofim që është. Ja, shofim edhe këtu pamjet, pjesa e jashtme, pjesa e brendshme, dhe pamjet janë vërtet shqetësuese. Pjesa e jashtme e shkollës, dhe për para një 12 vitesh janë të dritaret të shkollës janë të vendosme prej PVC se kanë qenë prej drurit. Edhe atë besoj prindërit e kanë bë? Jo, ajo ka qenë donacion. Donacion. Dhe nga atëherë nuk është bërë më asgjë? Dhe prej atëherë nuk është investuar asgjë në këtë shkollë. Kurse, si që thatë, përse ka ardhur nevoja që të ndërtohet, momentalisht në këtë shkollë ne që e shohim, mësojnë mbi 120 nxënës, prej klasës së parë deri në klasën e 9, kurse nëse flasim se si është gjendja në atë shkollë, kjo shkollë, si që ju thash, është ndërtuar në vitin 1950. Dhe nuk i plotëson kushtet që fëmijët ulen në bankat shkollore. Atëherë, kur është ndërtu shkolla, janë ndërtu vetëm 2 klasa me dimenzione 7/5, se në atë kohë i ka plotësuar nevojat. Dhe mandej, kjo pjesa tjetër që ka e shohim, ajo pjesë ka qenë ndërtuar prej banorëve që në atë pjesë të mundet të qëndruaj mësuesi, se atëherë nuk ka pas mësuesi fshatit, ka qenë, si t'ju thamë, një dhomë ndërtuar për mësuesi që udhtojnë për mësuesin që do të vijë në atë fshat të punue. Dhe tani ajo është ndruar në klasë? Në vitin 2004, me decentralizimin, ka pas nevojë që të zgjerohet shembull numri i klasave, edhe me iniciativë të banorëve është prish, është shembull ajo dhoma që u ka parapar të jetë për mësimdhënësin, dhe është adaptuar në klasë, po ashtu edhe një pjesë e korridorit është adaptuar në klasë dhe gjithsej. Tani në momentin kemi 2 klasa me dimenzione 7/5. Për sa nxënës gjithë këto 2 klasa? Dhe 2 klasa tjera që i kemi adaptuar janë 3,5, që logjikisht nëse e shohim 3,5 me 5 metra, me 6 metra, jo nuk i vjen as 20 metër katrore. Dhe paramendoni që aty ne duhet të vendosim mbi 20 nxënës. Dhe që nga periudha kur jeni detyruar të improvizoni klasa, të rinovoni vetë objektin për të siguruar më shumë ambiente për nxënësit, sa është rritur numri i nxënësve shqiptar në Nerov? Dhe a ishte kjo pikërisht të themi për shkak dhe lindi nevoja që të ndërtoni objekt të ri shkollor? Nëse flasim, por sante vendosa të flasim me numra sakt, këtë listë kam të printuar prej entit statistikor për shkrimi i populatës që është bërë në vitin 2021 i fundit, ku thotë se fshati Nerov gjithsej ka 770 banor. Mirë po kjo është 2021-shin, për këto 4 vite, deri në 2025,
është numri mbi 800 banor për fshatin e Rovë. Që ka shënuar rritje. Po, që ka shënuar rritje. Dhe nëse vazhdojmë pak më tepër, thot në komunën e Krushevës në vitin 2002 ka pas 21.5% shqiptar, kurse në vitin 2021 ka lanë 29.39% shqiptar, do me thanë afërsisht 30% e popullatës në komunë është shqiptar. Dhe tani nëse shkojmë pak më larg, këtë tabelën e tretë unë e kam të siguruar Spitali i Krushevës, çka ja jepën shkollave edhe për kontrollim sistematik të fëmijëve, por edhe që t'i shërbejë shkollës për regjistrim të nxënësve në vijim, çka vjen. Prej gjithë fshatrave të banuar në komunën e Krushevës, vetëm 7 vendbanime janë me banor shqiptar. Dhe nëse e shohim saktësisht se këtu i ka prej vitit 2009 deri në vitin 2021 në çdo vendbanim sa fëmijë kanë lindur gjatë vitit, ne këtu mund ta shohim se prej vitit 2010 deri në vitin 2018 faktikisht ku edhe nxënësit mësojnë prej klasës parë deri në klasën e 9, ato që janë vitit 2010 të lindur janë klasën të 9, 2018 në klasë të parë, thot se numri i nxënësve Maqedon në gjithë nivelin të komunës është 373 të lindur, kurse shqiptar 488. Dhe nëse e shohim komplet tabelën prej vitit 2009 deri në vitin 2021, numri i fëmijëve të lindur Maqedon është 510, kurse të shqiptarëve është 688, apo 700. Që vje që ka pasur rritje gjithë këto Kjo është një fakt se nataliteti të popullata shqiptare në komunën e Krushevës rritet dhe në automatizëm me atë paraqitet edhe nevoja që të ketë një kosh, një shkollë, dhe tani sa nxënës janë të strukur në këtë objekt shkollor që nuk i plotson as kushtet minimale. Në këtë objekt shkollor momentalisht mësojnë mbi 120 nxënës. Dhe për këtë arsye, për shkak të kushteve, për shkak të mbingarkimit, u vendos që të ndërtohet objekt i ri. Kush e mori nismën? Si u vendos që të ndërtohet objekti? Nisma parimisht filloi nga vetë. Iniciativa ishte nga vetë banorët e fshatit, e përkrahur nga intelektualët të fshatit dhe gurbeçarët të fshatit. Politika ju dha premtime apo ka ardhur që ai hallin, se pastaj do dua të flas për këto ditë, por për më herët, shoh gjendjen. Vazhdimisht përpara zgjedhjeve se kush ka ardhur ka premtuar, por asnjëherë. Ka kërkuar votën dhe ka ikur. Po, asnjëherë nuk është bërë asgjë, asnjë lëvizje minimale që ne si banor të shihnim se mund të kemi shpresa se do të ndërtohet një shkollë nga shteti, nga institucionet shtetërore. Dhe veç më ju keni bërë, ende nuk është objekti gati, por keni filluar ndërtimin, keni siguruar leje nga organet për ndërtimin e objektit, para se ndërmenit hapin për ndërtim. Çfarë ju thoshin? Vazhdimisht kemi bërë kërkesa për të ndërtohet një objekt i tillë, normalisht edhe me kërkesat, shembull që i kemi adresu edhe te shkolla, edhe te komuna, edhe te ministria, nuk kemi pas asnjëherë shembull përgjigje pozitive, por vazhdimisht nga komuna kemi pas një përgjigje se fshati e Rovë nuk është në zonën urbanistike dhe ata nuk mund të japin leje për ndërtim. Dhe kush duhet ta japë në këtë rast lejen për ndërtim? Dhe ju patu deshët që vetë të filloni të ndërtoni objektin. Saktësisht ajo ishte edhe shkaku, se kur pamë se me vitet të tëra nuk shkon puna, atëherë morëm iniciativë vetë që të ndërtojmë shkollën, dhe shkolla është fillu të ndërtohet prej shtator të vitit të kaluar, deri tani që afërsisht afër 10 muaj i ka. Kemi arrit deri në këtë gjendje. Në këtë gjendje, i plotson gjitha kushtet objekti që keni ndërtuar, jeni kujdesur për sigurinë, për gjithçka? Normalisht prej fillimin e kemi ditë se mund vije kjo ditë edhe ja erdh, ashtu që prej fillimi kur e kemi fillu shkollën, vazhdimisht jemi konsultu edhe me arkitektë të ndryshëm për planin se si do duket, jemi konsultu vazhdimisht me ekspert të ndërtimtarisë, me inxhinier të ndërtimtarisë,
se si shembull të ndërtohet ajo shkollë dhe që ashtu me radhë. Dhe ju ndërkohë nxënësit, fëmijët e Nerovës kanë hyrë në javën e dytë të bojkotit të mësimit. Pse vendosët të bojkotoni që në përfundim të vitit shkollor nxënësit të humbin nga mësimi? A është të themi bojkoti përgjigja e duhur ndaj organeve të shtetit cilat nuk lejojnë ndërtimin e një shkolle, apo të paktën nuk e rikonstruojnë atë shkollë që thatë që është në gjendje të mjerueshme? Ne e dim se bojkoti është masa më e reptë që mundet ta marrë shembull një popullat ose një, si t'ju them, iniciativë. Edhe për prindërit, besoj. Po, për ne prindërit, mirë po, me të vërtet e pamë se rasti filloj me të madhe të politizohet, ashtu që ne e kuptum se nuk mund të vazhdohet kështu, nuk lejojmë që mbi shpinën të qytetarëve të Nerovës, të banorëve të Nerovës të ndërtojnë politikë, parti tjera ose dhe shumë e ratë. Prandaj thjesht dumi që pasi që u ndërtu shkolla, a ka shumë ndërtesa të tilla në nivel të shtetit, tani kërkojmë nga institucionet shtetërore. Fillimisht nga pushteti lokal, mandej edhe nga i pushteti qendror që shkolla të legalizohet dhe të mundet. Dhe tani së fundmi keni kërkuar një përgjigje nga pushteti lokal? Nga pushteti lokal kemi pas takime edhe me kryetarin të komunës. Dhe çfarë ju ka thënë? Ai na ka thënë se nga ana e komunës janë të bëra kërkesat e nevojshme. Në fillim kërkesën ja ka drejtësu Ministrisë të Arsimit, vetëm për mendim, se a mundet të apë mendim pozitiv që objekti shkollor, ky objekti i vjetër shkollor, pronësia të i hedhet shkollës fillore të Krushevës, pasi që pronësinë ala e ka shkolla fillore Liria e Zhitoshec, i cili fshat është në komunën e Dollnenit, nuk është në Krushev. Po, nuk është në Krushev. Dhe institucionet derisa hedhin topin tek njëra tjetra, me Ministrinë e Arsimit a keni komunikuar çfarë ju kanë thënë? Me Ministrinë e Arsimit deri tani nuk kemi pas kontakt të drejt për drejt, vetëm e ndëgjum deklaratën të fundit çka e dha Ministri i Arsimit, edhe zavens Ministri i Arsimit normalisht, pak ajo na brengosi mirë, po si do qoftë. Pra askush nga Ministria e Arsimit deri në sot, gjithë këto ditë nuk ka ardhur të qaj hallin e banorëve të Nerovës dhe të shohin se në çfarë kushte, ja e shohin dhe shikuesit nëpër ekranet e tyre, të shohin se në çfarë kushtesh mësojnë mbi 120 nxënësit e Nerovës. Nuk kanë ardhur dhe për fat të keq, ne si banor të fshatit Nerov nuk kërkojmë diçka, shembull, që është gjë e madhe. Thjesht kërkojmë diçka që na takon. Nëse flasim shembull që në këtë shkollë ne të kërkojmë kabinete ose kabinetet të jenë të pajisur me mjete kompjuterike, ose të flasim për kompjutera ose për smart tabela ose diçka ose për salla sportive, ajo momentalisht ne na duket luks i madh. Çfarë doni ju momentalisht? Çfarë ka nevojë Nerova, nxënësit e Nerovës, për çfarë ka nevojë momentalisht? Momentalisht ne kërkojmë se ky objekt që e shohim vazhdimisht nuk i plotson as kushtet minimale të qëndrojnë aty, vetëm kërkojmë hapësirë më të mirë ku mund të ulen nxënësit tonë. Pra ju kërkoni, banorët e Nerovës kërkojnë kushte të dinjitetshme për fëmijët e tyre për të ndjekur procesin mësimor. Dhe deri atëherë ju jeni të vendosur që fëmijët nuk i lëshonin në shkollë, do të vazhdoni bojkotin. Bojkoti do të vazhdojë përderisa nuk kemi garanca ose nga Ministria e Arsimit ose nga qeveria e shtetit se kjo problematik do të marrë dimenzion pozitiv. Partita ju kanë kontaktuar në këtë periudhën e fundit, cili ka qenë interesimi i politikës, jemi në fund, zyrtarët kanë komunikuar me ju për zgjidhjen e problemit? Përveç një deputeti i cili është i zonës 5, ku ndodhemi edhe ne, zotëri Zjardin Selës, as një deputet, as një parti, as kush tjetër, as u ka interesu, as na ka pyet. Pra ju jeni të vendosur se këtu duhet ta përmbyllim edhe intervistën, ju jeni të vendosur të vazhdoni bojkotin, kërkoni që nxënësit, objektit vazhdojë ndërtohet, përfundojë, të legalizohet dhe nxënësit të transferohen në objektin e ri. Përsëri tham, objekti i ndërtuar çka është,
Ne mendojmë se i plotëson kushtet dhe standardet të gjitha që të funksionojë si shkollë. Nevoja është e madhe për banorët të atij vendi atje. Ju thatë Parë si që folëm, nëse flasim për numrat, ato që ka i përmendëm, shifet se nataliteti rritet vazhdimisht të ajo popullat atje, ashtu që me të vërtetë meritojmë të kemi një shkollë, një objekt shkollor, ku nxënësit tanë do të mundet të vendosen në atë objekt shkollor. Pra kërkesa juaj është që nxënësit paktën të kenë kushtet minimale për ndjekur procesin. Mësimor, numri i nxënësve në atë rajon shqiptar vazhdon të rritet. Uroj që të keni zgjidhje me autoritetet. Faleminderit që sonte ishit në Alsat. Ju faleminderit edhe ju për